Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, e madhrojmë Allahun azza wa jalla, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sonte do të themi disa fjalë në lidhje me një ajet kuranor i cili përshkruan diçka nga dita e gjykimit. Prej gjendjes se si do të jetë puna atë ditë kur do të ringjallemi edhe do të dalim për Allahut azza wa jall. Wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira. Atë ditë kur Allahu azza wa jall po informon se ka me qenë ditë e vështirë, kohë të vështira për ata që janë pa besimtar, që nuk kuptohet se nëse jemi besimtar, është e kundërta e asaj, do të kemi më lehtë, siç ka ardhur në hadithe se do të jetë si me falë namaz farz, aq lehtë do të jetë për të ditë e gjykimit. Mirë për pa besimtarin do të jetë vështirë, për shkak gjendjes në të cilën do të ballafaqohet me realitetin të cilën ndoshta nuk ka besuar, e ka përgënjeshtruar, ndoshta edhe ka luftuar çdo kënd i cili thret në të. Mirë po në formë më të veçantë, Allahu azza wa jall përshkruan gjendjen e një prej zullumçarëve, ajo është se thot Allahu azza wa jall: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا." Addit ai që zullumçar, ku me ka fshu dorën e vet, gishtat e vet, duke thonë mirë për mu, qysh nuk e zgjedha rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të trasuar. Ku për mu, e mirë për mu, qysh e ka marrë filanin për shok, i cili më ka devijuar pasi që më ka ardhur Kur'ani. Shejtani është ai i cili vazhdimisht dhe çdo herë e ka zhgënyer njeriu. Kjo është ajeti të cilën do të flasim për të, që tregon hallin e këtij zullumçari, i cili nesër në ditën e gjykimit, prej llahtarisë së madhe të asaj dite, do të pendohet atë ditë kur do të jetë vonë pendimi, edhe prej sekletit të madh se s'ku me ditë çka ku me bë, ku me kap dorën e gishtat e vet me dhëm, edhe ku mu pendu për dy çështje. Pse se ka zgjedhur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me trasu, edhe pse e ka marrë filan fistekun, dhe më thonë shok, e dashamir, e shoqëri, e ka ecë pas tina. Realisht, thuhet se ky ajet ka zbritur në lidhje me dy persona në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të dytë kanë qenë pabesimtarë dhe kanë vdekur si pabesimtarë. I pari është Uqbe ibn Abi Mu'ayt, edhe i dyti është Ubej bin Khalaf, shok i tina,
tregohet se ky Uqbe, domethënë ka pas disa transmetime, domethënë një farë parapëlqimi për Islamin, edhe me dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e disa transmetime thonë se kundërta, se nuk ka pas, po ka dasht me i thirr shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe parinë e Mekës e mesin e tyre në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për qëllime të ndryshme, se zakonisht nëse e kanë i dopt, të kanë maltretuar, të kanë domethënë bazullëm, nëse ke pas autoritet janë mundu me të ljosh në forma tjera, domethënë për dreka, darka, ndoshta çuçi kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e adhurojmë Zotin tënd një vjet, Zotin ton një vjet tjetër, apo kur i ka ardhi kanë thonë se nëse kiti për çështje të kësaj dynjaje, pasurisë, femrave, pushtetit, t'i afrojmë në gjithat. E në këtë rast ky Uqbe ka zgjedhur një formë që joshse me thirr darkë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po pejgamberi s'm ka pas qëllim tjetër dhe i ka thonë se nuk i përgjigj në ftesës tënde, përderisa nuk dëshmon se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe dëshmon se unë jam i dërguar i tina. Këtë formë e kanë përdorur arabt shumë, ndoshta edhe dete na do i vonu kanë që kur ka dash njeriu në punë me realizu dikush, e ka shku në shtëpi, ka thonë s'ta pi kafen ose s'ta ha bukën, përderisa mos ma krysh këtë punë. Te arabt ka qenë shumë e theksuar me kjo, që faktikisht një farforme e ke pështet për murit që i ka arë keq me ta këthyje fjallën këtë pozitë kur e ke qitë, domethënë zotën e shtëpisë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë kështot, edhe i ka thonë s'ta ha bukën, përderisa mos bën shahadet, edhe e bën shahadet, mirë po, domethënë përhapet lajmi të musliman se ky bo musliman të ta shokët e tina, domethënë se ky ka dalë prej feje, ka lënë fejen e trashëgimtarëve dhe para arsëve të tij. Edhe për këtyne ka qenë ky Ubej bin Khalaf, edhe i shkon dhe i thot se domethënë kam dëgjuar se ke lëshu fenë e baballarëve, babgjyshave tonë, edhe e bë musliman, edhe i thot jo, edhe i tregon rastin si ka qenë, edhe nuk ka qenë me bindje, po më detyroi pejgamberi se me thonë ashtu, dhe ata nuk ta pranoi derisa mos shkonte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me kështu me radhë. Thuhet se realisht ky ajet ka zbritur për këta dy persona. Njëri e ka thonë shahadetin, pavarësisht e ka thonë me bindje apo domethënë në rastin që e kuptuam, mirë po tjetri u konë që e ka nxit më u largu edhe mos më mbet asnjë gjurmë pe atij shahadeti, domethënë që e ka thonë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se zakonisht domethënë këta njerëz tek qi domethënë të tillë janë. Domethënë nuk dojnë me pa kur hajër edhe që po bëhet në punë e mirë në këtë tokë. Mirë po Allahu azza wa jalla po na tregon një realitet se ku më ardhi një ditë kur njerëzit kanë u pendu, mirë po është vonë ajo pendes. Ka njerëz domethënë që edhe në këtë botë kur fillojnë domethënë me ardhë dhe me laqet e mja marrë shpirtin, me pa realiteti se është e kundërta e asaj që ka besuar të jetën, nështë edhe atëherë i bjen pishman. Po bëhet vonë, se edhe faraoni kur ka ardhur domethënë ka kalu Musa me Harunin dhe muslimant, e kanë dalë për te i detit, e kanë pa që po fundosen, ka thonë edhe po besoj na që kanë besuar bën Izraelit. Mirë po Allah azza wa jalla ka përgënjeshtruar, ka thonë al-ana wa qad asayta min qablu wa kunta min al-kafirin, tash po besona, kur për herë më herët ka qenë mëna i cili domethënë e ke kundërshtuar dhe ke qenë pa besimtarëve. Po domethënë se ka raste edhe në këtë botë kur njeriu të vjen në shpirti domethënë të fytë dhe sheh realitetin, ka mundësi dhe më pendu po vonë, mirë po tash po flet për ditën e gjykimit, kur realisht domethënë ka shkuar çdo afat kohor, domethënë dhe nuk ka mundësi edhe nëse njeriu pendohet, nuk mi bëhet dobi asgjë pendimi i tina, mirë po pendimi është prezent. Pej sekretit të madh, kur zin çka me bë, e ka fshën gojen, dorën, e ka fshën domethënë gishtat, qysh realisht dhe njeriu në këtë botë e bën kur s'ka çka me bë, edhe pendohet për dy punë. Pendohet se ka zgjedh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pendohet pse ka marrë shoqni të keqe, pendohet se ka zgjedh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasi që i ka ardhur në këtë dynjë, i ka ardhur Kurani, i ka ardhur suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka ardhur ky dritë edhe ky nur që në të është shpëtimi, edhe realisht
ai ka dhënë përparësi diçkafe tjetër e jo domethënë kënaqësisë Allahut, duke e ditur se realisht ne e dim se ndoshta ata nuk e din se nuk ka shpëtim vetëm se në atë çka ka thirrur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk ka me bë dobi as pasuria, as sevlat, përveç ai i cili vjen me zemër të pastërt, me zemër të mbushur me iman, me zemër e cila e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e merr fenë e tina, e merr sunetin e tina, dhe më thonë se plan program të jetës e tina, e bën kushtetut të jetës e tina dhe me të zohet, me të jeton edhe me të me shpreson me përfundu dhe më thonë jetën mirë po fatkeqësisht, dhe më thonë ka njerëz që këti udhëzimi, kësaj drite ja kanë kthy shpinën, ja kthejnë edhe sot, edhe nuk dojnë me e dëgju, edhe nuk e çojnë kokën fare për këtë punë. Bile që do të e marrëm vazhdim, ka si njerëz të këqij që leqen nuk udhëzohen për vete, mirë po edhe kur dëgjojnë për dikën se dënë më udhëzu, apo ka dëgjuar në fjalë të mirë ose në fjalë të hajrit, aktivizohen, dhe më thonë si bletët që punojnë për të i larguar njerëz për fesë Allahut Azza wa Jall. E këtu në rastin konkret të ky zullumçari, i cili nuk e ka zgjedhur rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të trasuar, nuk është vetëm ai i cili nuk u bë musliman, edhe thjesht është ka vdekur si pa besimtar, ose mushrik, ose ateist, ose agnostik apo diçka tjetër, mirë po këtu hin edhe çdo kush që edhe nër këtë çështje jo iman kufër, mirë po edhe në jetën praktike, dhe më thonë nuk ja ka dhënë hakun sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka trasuar ashtu siç është kërkuar, dhe më thonë që mu trasu rruga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se realisht nuk është çështja me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vetëm via trasha iman kufër, mirë po njeriu duhet me adhuru Zotin ashtu siç ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur fal namazin, më mundu me fal namazin formën më të mirë ashtu siç e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur agjeron Ramazanin, munduam me agjeru ashtu siç ka agjeru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur je, dhe më thonë, bën haxhin, më mundu ashtu siç e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam haxhin, e kështu më radh thjesht që me marr si shëmbulltyr të jetës vet sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kështu na ka kërkuar Allahu azza wajal, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Dhe juve keni shembullin më të mirë, rrnekun më të mirë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për atë i cili, dhe më thonë, laqad kana fi lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir, ai i cili, dhe më thonë, shpeson, dhe më thonë, ditën e gjykimit, dhe yarju Allaha e shpeson Allahun azza wa jall edhe ditën e gjykimit. Për ta shembulli më i mirë është te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po kjo është vetëm një pendim. Pendimi që njeriu nuk e ka zgjedhur rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të trasuar, edhe pendimi i dytë është se ajo që ka qenë pengesë kësaj të parës ka qenë shoqënia e keqe. Që njeriu e ka marrë dikon shok, e ka marrë dikon për mik, e ka marrë dikon për dost, që fatkeqësisht jo vetëm se nuk e kanë nxit me bë vepra të mira, po edhe kur kanë menduar me bën ai vepra të mirë, do të thonë ata janë aktivizuar edhe e kanë larguar prej, do të thonë, të mirave. Dhe tash kohën bashkëkohore shohim këtë realitet shumë, do të thonë, evident, që nëse dikush e dëgjon një fjalë të një hoxhës, e dëgjon një këshill, e lexon një fjalë të mirë që e afron te Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e sheh ata si mizat dhe si blet aktivizohen thjesht, domethënë qoftë ata, domethënë ish komunist të vjetër, apo tash liberal të ri, apo domethënë agnostik apo ateistët e kështu me radhë, që fatkeqësisht aktivizohen tash për me i largue njerëzit edhe me thonë, a ndëgjohet kjo fjalë, kjo është prapabetori, kjo nuk qënë domethënë vetëm se domethënë humner e kështu me radhë. Fatkeqësia është se realisht roli i tyre gjithmonë është prezent, ashtu që na ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se shembulli i shokut mirë dhe shembulli i shokut keq
është si shembli atij I cili e ka një shok që shet parfum, apo ai I cili është farkatar edhe ka punë me zjarr. Ai I cili e ka rrin te që shet parfum, ose ku me qit parfum, ose ku me lëve parfum pe tina, ose veç pse rrin me to, ku me marr erë pe patina. Që është shoku I mirë. Po edhe runa zot shoku I keq që si ai farkatari, I cili punon me zjarr. Ai ose ku me të djeg teshat, prej zjarrit që tu punu vazhdimisht me të, ose s'paku atë erën e keqe që kundërmon aty ku me talon në tesha dhe në trup tonin. E kështu të shembulli I njerëzve të mirë, është shembulli I njerëzve të këqij. Qofse rrim me një njerëz të mirë, që thot hajde në xhami, hajde folim namazin me xhamat, hajde shkojmë folim sabahun, hajde shkojmë e xherojmë tonë tajte, hajde shkojmë numre e kështu me radhë, faktikisht kemi pa gjithmonë që jetu ngrit edhe jetu përmirësu. Por unë Zot, edhe me I pas shoqëninë e keqe, fatkeqësisht ata kanë më mundue me të largue dhe më bë si ta, le që s'kan me të lonë më fale, me I bë punë të mira, mirë po nuk kanë më knaqë përderisa mos të bojnë edhe ty, si veten. E fatkeqësia është se qasja njerëzve në këtë çështje është kështu se njeriu kur rrin me një shok të keq, ai e ftof për një punës të mirë. Ndoshta ja nisa I bën gibet, o ndoshta e nxit, hajde shkojmë në një vend të keq. E ky për me marru çefin, hesht, e kjo shkon llogarit festina. E shet që shumë mica për neve nuk reagojnë në këtë punë. Ama më na prek në pare, e më na prek në punë në dunjas, aktivizohem fatkeqësisht thu se aty është fundi I botës. E kjo tash na çet në çështje tjetër se sa ka vlerë te na çështja e fesë tonë, që thash është shpëtimi jonë në të, edhe çështja e kësaj dunjas, sa I dhajmë përparësi edhe ka kem dert dhe mërzitëm nëse hajmë diçka, hupëm diçka për kësaj dunjaje, ndërsa nëse njeriu rrin me njerëz të këqij, me shoqëni të keqe, që ndikojnë negativisht te ai, nuk e ka fort dertin se çka është duke ndodhur. Edhe këtë nuk po them me pas shoqëni të keq, veç ata që janë tri ose ata që janë moshë të mesme. Këto realisht njeriu duhet me pas kujdes se nëse është moshë shtyr, se realisht moshë shtyr ai e ka më parsore me zgjedh një shoqëni që afron te Zoti që me pas përfundim të mirë. E jo rëna Zot me pas përfundim në ashtu që është e kanis. Se shohim fatkeqësisht ka njerëz që keq e kanis me çat shoqëni që shoqënia keqe ka përcjell derisa e ka shtin varr. Mirë pa kemo raste të tjera që është e kanis keq, e dikur ka fundi ka qetë një shoqëni të mirë, e ushtozu, e ka përfunduar me të mirë. E njeriu do të më pas dert shoqënisë edhe në tri, edhe në moshë të mesme, e sidomos në pleqënisë realisht, që aty njeriu vlerësohet ashtu siç e përfundon jetën. Veç shembullin e Abu Talibit me marr kish më mjaftuar dhe me ditë se që është çështja e Abu Talibi, ka qenë hoxha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë, nuk ka qenë në fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndoshta pe ursive ka qenë që s'ka qenë në fenë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me kanë qenë Muhammed musliman edhe ai, nuk e kishin pas dert punën e tina, po ka qenë ashiqare dhe haptazi ka thonë se nuk jam musliman, e ka mbrojt e pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ja kanë respektuar autoritetin e tina. Mirë, po në pragun e vdekjes, edhe pejgamberi sallallahu ka shkuar me thonë thuje një fjalë që me ta, me pas argument për ty për Allahut azza wajal, mirë po ata Mekës, mushrikët e Iranit e tina kanë shkuar e kanë thonë që apelen zotat e baballarëve e pararsve ton, edhe thjesht ka përfunduar keq momentet e fundit, i kanë ardhur shoqënia e keqe edhe fatkeqësisht ka përfunduar pa iman në këtë dunjë. Për atë duhet me pas njeriu vazhdimisht konsiderat edhe dert se kam pe merr shoqëni. Për atë ka në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wala tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Mos e shoqëro vetëm se besimtaren, edhe mos të han bukën tonë vetëm se njëri devotshëm, që e bie se në parim njeriu besimtarit me pas shoqëninë e mirë, me pas besimtar. Mirë po edhe atë shoqëninë që është në shtëpi do të më kon edhe më ekstra. Do të më kon përveç se do të më kon besimtar, duhet më kon edhe devotshëm, edhe ndershëm e kështu me radhë, nga se realisht këtë rast në ajetin kuranor ka thonë ja lejte o ja wailata lejteni lam attakhidh fulanan khalila,
mirë për mu ku qysh e ka marrë filonin, domethënë për shok e Khalil është domethënë ajo shoqënia më e afërt që e ka mundsi njeriu me e pas me dikon. Sot që njeriu kur e don dikon që i thojmë na edhe e vlerëson shumë, ai mos sheh kur të këqija te ai, edhe çdo sen që e bën ai mendon që është të bëu mirë. E kjo është fatkeqësia më e madhe nëse njeriu e bën një shok tillë. Se realisht më ia dorëzu kokën tënde dikujt të tillë, në këtë dunjë është gabim, se edhe nëse ai është i njeri i mirë, edhe nëse ta don të mirën, prapë është njeriu dhe ka mundësi me gabu. Tu e di se shumica njerëzve nuk janë tillë. Atëherë qysh njeriu ja dorëzon kokën e vet, edhe thjesht e pret se çka të bëj, ose çka po folaj, edhe faktikisht me veprua dhaj edhe me ndërtu ndoshta edhe qëndrime edhe parime në jetë të vet prej shokut, e sidomos që nëse është shok i keq. Në fund e ka përfunduar ajetin kuranor duke thonë laqad dallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, më ka devijuar pasi që më ka ardhur Kurani, e shejtani ka qenë ai i cili e ka zhgënjur gjithmonë insanin. Kjo pjesa e fundit është fjala e Allahut Azza wa Jall, mirë po kjo pjesa në mënyrë e parë që ta prej gazepit dhe sikletit kur e kafshojnë dorën e vet dhe gishtat e vet, e pranojnë se këtë dunjë ju ka ardhur argumente. E kanë dëgjuar Kur'anin, e kanë dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ndoshta janë pe aty që e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po në kohën bashkëkohore plotve apo shumicës absolute njerëzve ju kanë ardhur mësimet e Kur'anit dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njeriu fort të arsye tash më thon se jella s'kom ditë, jella s'kom ni, nga se ditën e gjykimit këto nuk çojnë pesh. Se vetëm me gojë tonë kemë pas se kemë pranuar se kanë deviju pasi që të ka ardhur përkujtimi, pasi që të ka ardhur Kurani, pasi që të ka ardhur udhëzimi, pasi që të kanë ardhur fjalët e Allahut, Kurani, dhe të kanë ardhur fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunete, mirë po prap e ka zgjedhur domethënë rrugën e gabuar, karshi rrugës dhe udhëzimit të Allahut Azza wa Jall. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, edhe shejtani është ai i cili e zhgënjen njeriu gjithmonë. Khadhul gjuhën arabe është ku na i pret dikon me të nimu e ai të lën lloç, ç'kjo është khadhul. E shejtani domethënë ka këtë sifat nga se Allahu Azza wa Jall e tregon se nesër në ditën e gjykimit وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل. Dhe atë ditë kur kryhet puna, domethënë dhe e shohim se cilëse çysh është çështja, edhe përfundon domethënë llogaridhënia, shejtani ku më thon njerëzve, Allahu ju ka premtimin e vërtet. Unë ju kam premtu, nuk ja kam marrë premtimin. Edhe pse s'kom pas kurfar domethënë autoritetin ndaj juve, kërkon se kom shtim me zor me ardhmën pasu. Ja kom dhënë fjalën se ja kom marrë premtimin, më mirë po mos më akuzoni se realisht nuk kom pas kurfar autoritetin që me zor më ushtim, hajde pasëm një mua. Ju kom thirr, më keni përgjigj. Mos më akuzoni mua, po akuzoni veten, se as më më shpëtue veten time, as nuk mundi më shpëtu mu, mirë po unë e mohoj atë që ju e bëni shirk Allahun Azza Jall përveç tina. Edhe ka ardhur një tjetër kornor, kema thali shejtani idh qala al-insani kfur falamma kafar qala inni bari, si shembulli i shejtanit kur i thot njeriu bënu pa besimtar, bë kufër, e kur ai bën kufër thot unë jem i pastër apo në distancona prej teje, se thash kjo është domethënë realiteti i shejtanit, se realisht çon buz greminës, nesër ditën e gjykimit distancohet prej teje, edhe thot mos më akuzo mua, po akuzo veten tënde se unë kurfar domethënë forcë dhe fuqie nuk kam pas ndaj teje, mirë po të kam thirr, ti më ka përgjigj me vetë dëshirë, a ka domethënë më fatkeqësi se me ardhë në gjendje këtë tillë njeriu që thjesht me dëgju shejtanin, mos me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atë shejtan mund me konë edhe domethënë pe insanëve, me konë shok i keq, edhe me domethënë të devijuar edhe me të hudh në gremin. Si përfundim i këtij domethënë kësaj ligjërate dhe komentimit të ajetit dhe mesazhi që duhet me nxjerrë është se njeriu domethënë duhet me pas kujdes se kënd po e pason
kënë po e dëgjan, pas kujna po shkon, thjesht duhet me pas konsiderat se Kurani është kushtetuta jonë, Suneti i pejgamberit sa më është rrëfysi jonë, edhe rruga e vetme e shpëtimit është domethënë me u kap për litarit Allahut Azza wa Jall. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. I tërë ummeti ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një xhenet përveç atij i cili refuzon. Është pyetën wa man yaba ya Rasulullah. Kush thot është ai i cili domethënë refuzon, ka thonë men ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Ai i cili më bindet mua ka me hi në xhenet, dhe sa i cili më kundërshton mua, ai ka refuzuar me hi në xhenet. Pra të zgjedhim rrugën e pejgamberit dhe rrugën e pasuesve të tina që të jenë prej banorëve të xhenetit, edhe kur sesi mos t'i marrim shok ata të cilët e kanë devijuar veten edhe munduan në deviju edhe neve, mirë po të zgjedhim shoqërinë e mirë e cila na ndihmon, se jeta është e vështirë. Jeta ka sprova, jeta ka tundime, domethënë nuk mundom njeriu vetëm me jetu pa ndihmën e Allahut Azza wa Jall dhe pa na çu Zoti shok të mirë që na ndihmojnë, na përkujtojnë që kur harrojna na kujtojnë, kur do mund të psohem na forcojmë, kur ndoshta edhe ndonjëherë domethënë ke mundësi edhe me rshit, nuk është që na shkelin, po na ngjecën dorën edhe na afrojnë. Pra domethënë kur kanë folur selefi se çka është shembulli shokullit të mirë, shokullit të keq, ka thonë ma qef kisha pas me bajt gur me shok të mirë, se me shku me hongre mbëlsina me shoqni të keqe. Këtë ka thonë një prej selefit, dhe më thonë e ka pas Malik bin Dinar, apo ka në një transmitim një ether, ka thonë se cilët jenë shokët tonë, cilët duhet me zjedh për shokët tonë. Ka thonë shokët tonë do të me zjedh, ata që kur t'i she, të kujtohet Allahu, kur t'ja u she punët e tina, ta përkujtojnë ahiretin, mirë po edhe kur t'ja u dëgjojsh fjallët, ta shtojnë dhe më thonë diturin, e dituria thash, është aje që dhe ta frënte Allahu Azza wa Jall, elusim Allahun Azza wa Jall që të na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa të shpëtimi jon, edhe të na mundson që me pas shoqni të mirë, që na përkujtojnë edhe na këshillojnë, e kurse si shoqni e keqe, prej së cilës do të distancohemi, e do të pendohemi, e do të kapim edhe gishtat, edhe dorën me dhëmb, mirë po do të jetë vonë. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.